يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi të kënë Allahut Azza wa Jall, atë e falenderojmë prej i ti ndihme dhe falje kërkojmë. Salavatet i ja dërgojnë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, familjes e ti, shokëve të ti, dhe kërejt muslimanve që ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatllin të nderuam. Ne jemi tash në prag të 10 ditëve të Dhulhijhes që i themi ne. Dhe e poshtë të rrugës të arsyeshme që t'jari kujtoj, ju pse sa ne s'kemi thonë më herët për 10 ditëshin, këtë 10 ditët e Dhulhijhes që i themi, jo që s'kemi folur më herët, por t'jari kujtojmë, sepse rikujtimi i muslimonit sjell dobi. Allahu Azza wa Jall për më na tregu neve se sa të rëndësishme janë këto 10 ditë që hymi ne tani. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an wal fajr wa layalin ashr. Pasha agimin e mëngjesit dhe pasha 10-shin. Dhe shumisa e dietarëve të tefsirit, të zbërtimit të Kur'anit që kanë bërë, shumisa, dhe kjo është e saktë thot Ibn Kathiri, kanë thonë se ky 10-shi është për qëllim 10 ditët e Dhulhijhes që jemi na tani. Për këtë arsye, nëse ja këshyri historinë, biografinë e të parëve tonë gjeneratave të hershme, kime vërejtë se janë një 3 dhjetëshe që ata janë kujdesshëm mos me i hup ata dhjetëshe, me i rujt, me bon vepra dhe me shtu veprat e mira në ato 3 dhjetëshe. Prej tyne, nëse ja këshyri biografitë e tyre, kime gjetë që kanë qenë përkushtum në 10 ditët dhe netët të fundit të Ramazanit dhe në 10 ditët e Dhulhijhes që tani fillojnë me to. Dhe njëherët 10 ditët e para të muajit Muharram. Këta 10 që i kanë rujtur. Pse i kanë rujt? Që në to henes të bëjnë vepra më të mira dhe më shumë, sepse Allahu i madhëreshëm veprat e tu na si rob, Allahu i don gjithna me bon vepra të mira. Por në këtë 10-shin ta shumë fishon sevapin. Në këtë 10-shin, nëse një vepër të njëjtën vepër e ke bërë para këtij 10-shit, e ke marrë shpërblimin. Por në këtë 10-shin ta shumë fishon shpërblimin veç pse e bërën këtë 10-shin në të cilin Allahu u betu. Këtë 10 ditë që Allahu i ka vlerësu. 10 ditë që janë ditët më të mira të vitit krejt. Janë më të mira edhe se 10, si ditë, vetëm se 10 ditët e fundit Ramazanit ja kalojnë për shkak se janë nëse ishtime dhe netet. Ato ja kalojnë për shkak se nota e kadit. Përndryshe, as një ditë e vitit nuk ja kalon këtyre 10 ditëve. Prandaj Allahu Azza wa Jall e pëlqen, e dën, dëshiron prej neve që na me bon vepra, me shtu veprat e mira në këtë 10. Prandaj tha pejgamberi alayhis salatu wasallam në hadithin e Bukhariut e Tirmidhiut. Tha pejgamberi alayhis salam, ma min ayamin al-amalu salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tha pejgamberi alayhis salam, s'ka ndaj ditë brenda vitit krejt, s'ka ndaj ditë që Allahu Azza wa Jall ta dën veprën më shumë se sa që e dën veprën e mirë tënde gjatë këtyre 10 ditëve. Sa që shokët e tij sahabët i thanë, o i dërguar i Zotit, ti po e përgjithson që to çështu. A do të thotë kjo thanë se edhe nëse njëri ka luftu, edhe nëse njëri shkon në luftë, edhe ai vepra e tij jashtë na këtyre 10 ditëve qenë ka më e vogël se veprat e tjera. Tek Allahu qenë ka më e vogël se veprat e mira tjera gjatë këtyre 10 ditëve. A di çka tha pejgamberi? Edhe nëse
njoni shkon luftë, prap se prap, por nuk është në këtë 10 diqin, prap se prap është ma me vlerë veprat e tua të mira, çka ti i ban gjatë këtij 10-qit. Veç tha pejgamberi, nëse njëri shkon luftë, shkon me trupin e tij dhe pasurinë e tij krejt dhe nuk kthehet prej luftës, as me pasuri, as me shpirt. Do thotë vdes dhe i humbet pasuria krejt. Ky ja ka lënë tha, për ndryshe, çdo vepër tjetër, çka ti e ban jashtë në këtij 10-qit që jemi tash fillojna, është më e vogël se vepra që ti e ban në 10-qin, sepse Allahu kështu e ka vlerësu dhe e ka çmu këtë vepër, këto ditë. Ndërsa, unë deshta t'ja rikujtoj, se më shumti që na duhet të jemi të kujdesshëm gjatë këtyre 10 ditëve, të jemi të kujdesshëm në obligimet që Zoti neve na ka bërë. E para, të jemi të kujdesshëm në obligimet që Zoti na ka bërë, sepse një obligim që ti, një namaz që ti e kryen jashtë në 10 ditëqit, ka tjetër vlerë. E ajo kur kryhet i njëjti namaz, brenda 10 ditëqit këto, ka tjetër vlerë. Vlera tash është më e madhe, se so i njëjti namaz është, po veç pse është në brenda këtij 10 ditëqit është më e madhe. Një sadaka e jotja, që ti e ke dhënë para 10 ditëqit, të e njëjta shumë, njëti le të mbetet i njëjti, veç pse e ke dhënë këtë 10 ditëqin, është më e madhe tek Allahu, vlerësohet më shumë tek Allahu Azza wa Jall se sa jashtë këtyre 10 ditëve. Ndërsa më shumë ti çka duhet të kushtojmë me rëndësi është obligimet e Zotit. Po e sjellin një hadith argument për to, hadithin që sjell Buhari dhe Muslimi. Tha pejgamberi asam, inna Allah qal, Allahu po thot, hadith kutsi, men adeli waliyan faqad adhantuhu bil harb. E para çka tha e nisi hadithin pejgamberi sa thonjën e tij, e nisi me këtë, kush mangus një evlia timin, ati kam shpallur luftë. Kush mangus një dietar, ati kam shpallur luftë. Kush mangus një praktikues të mirë të dinit të fesë, ati kush mangus ato pa të drejtë, ati kam shpallur luftë. Prandaj kujdes, ju kujt i shpallni ose kën e ngasmani ose kën e fyni ju, sepse ngasmimi dhe luft me i bë kush i shpall luft, kush e ngucja është si me fjalë, najherë si me shikim, najherë si me fyrje, kërë këtë ngucje. Prandaj tha pejgamberi, ose tha Allahun hadith kësi, kush ma ngucni evliatimin, ati luft i kam shpallur. E kur Allah të shpall luft, çuditësh, habitësh se ka t'i sjell Allah Azza wa Jall belat pastaj. Vazhdon hadithi për cilën e sjella. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi. Tha pejgamberi sa këtë hadith, tha po mos shumti, që po thot Allahu, mos shumti që robi u afrohet tek une, mos shumti që robi vjen më afër meje, më let që vjen afër meje, më shumë më afrohet, tha është kur ti kryen ato që unë ja kam bërë obligim. Mos shumti që i afrohesh Allahut, është nëse i kryen obligimet e Zotit. Nëse ti kryen namazet që Allahu t'i ka bërë obligim, ju ke afru Allahut më shumë. Nëse ti jep zakatin që Zoti ta ka bërë obligim, ju ke afru Allahut më shumë. Nëse ti agjeron muajin Ramazanit që Allah ta ka bërë obligim, i afrohet Allahut më shumë. Nëse mban lidhjet fare fisnore që e ke obligim, Allahut ju ke afru më shumë. Nëse urdhnon për të mirë, ndalon nga e keqja që e ke obligim, Allahut ju ke afru më shumë. Kështu më shumë të i afrohemi Allahut, tha pejgamberi, ose tha Allahun hadith kësi, më shumë të që më afrohni mu, jo është kur i kryni që ato që unë ja kam bërë juve obligim. E pasaj vazhdan hadithi, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبْ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Mirë po, jo që obligimet, apo dush edhe më shumë me ju afru Allahut. Tha Allahun këtë hadith kësi, tha edhe më shumë, fillon henaz, vazhdan robi duke mu afru, nëse ai përveç forzeve që unë ja kom bërë, përveç obligimeve që ja kom bërë, ai kryen edhe tjera që janë nafile. Ai kryen tjera që janë vullnetare, nuk janë obligime. Janë sunnete apo nafile, por edhe me ato është i vazhdueshëm, edhe më shumë fillon duke ju afru Allahut Azza wa Jall. Nëse ti obligimi kemi 5 namazë në ditë, po nëse shton sunetet që tha pejgamberi në këtë hadith, e nëse vazhdon henez edhe me nafile, henez edhe më shumë i afrohesh Allahut Azza wa Jall. Tha e këtu nafile, për shembull, namazi i sabahit ka 2 obligim.
Këtu janë obligim që ti ka bo Zoti, po nëse i shton edhe 2 përpara që janë sunet, i afrohesh Allahut edhe më shumë. Dreka i ka 4 farz, po nëse i shton pak sunet që i ka përpara dhe pak mrapa, i afrohesh Allahut edhe më shumë. Ikindia i ka 4 farz, po nëse najher, jo gjithherë, najher i falë edhe 4 sunet përpara, i afrohesh Allahut edhe më shumë. Akşam i ka 3, po nëse ja shton edhe sunetin i afrohesh Allahut edhe më shumë, i asijesh ashtu edhe vitrin në fund ashtu. Pra don me ju afru Allahut, më shumë i krynë edhe ato që si ki obligime, por janë sunete, ose janë nafile vullnetare. Ose për shembull njëri i kryn këtu, po pa don henez më shumë me ju afru Allahut. Kur quhet, pasi që të kalin dielli, i thuj një namazit duha, quhet edhe i fal një 2 rekate, e që janë të vleshme dhe që ato, se bota edhe kej shka konton, dhe që ato 2 rekate me i falë. Ndërsa që edhe i falë kështes, ose njoni po donë më bo, edhe ma shumë ju afru Allah, edhe ma buri mirë me qenë, ose edhe ma grue mirë me qenë, qka ban? Që edhe mesin e natës. Kur të tjeret ndoshta kërhatin duke fjetur, a i qoftë dhe falet diçka, qoftë një 2 rekate namaz i falë. Për Allahun vullnetarisht këtu janë, obligimës janë, por vullnetarisht që tu të afrojnë edhe ma shumë tek Allahu Azza wa Jall. Po na si njerëz jemi gjithë të interesum. E mirë, unë pe kryq ato obligime, po jo afrejsha Allahut. Që tu sunetën afile vullnetare, edhe ma shumë po jo afrejsha Allahut. Cili është rezultati? Na neve na intereson kjo. Cili është përfitimi im, one që ti kry këtu. Na tha Allahun këtë hadith kutsi, kur tha, e atëherë tha, e ajo e para që është, unë të du. E para është që nëse i krynë që tu shka u përmenden, Allahu të dënë. E qka pasaj? Allahu po mdojka, po one qka përfitaj? E përmende Allahu tha, e nëse është kështë ta kuntu sema'hu ledhi e sma'u bih. E kur të bëhet qështu, e du unë atë rëbë. E kur ta du, bëhem tha dëgjimi i ti me cilin a i dëgjën. Bëhem shikimi i ti me cilin a i sheh. Bëhem dora ti me cilin a i prek. Bëhem gjuha ti me cilin a i flet. Bëhem këmba ti me cilin a i esen. Që donë të thot hadithi, qka të vepran robi e vepran veç në pajtueshmëri me ato çka ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fund ka tha, e kur të më lyp bëhet që të buri mirë, e du dhe bëhem që shë përmenda, tha po kur të më lyp, unë ati i dho, kur të më kërkan, unë i dho, dhe kur kërkan, unë me mbërojt, prej një diçkajt, e mbëroj atë, kështu tha pejgamberi në këtë hadith kutsi. A e vreni se sa e rëndësishme për neve është, që si të mësh këtu gjithherë, janë këtu vepra, janë të shmuara tek Allahu, dhe me gjithë të shpërblime, por në veçanti këtu i shtohet shpërblimi, në këtë djeqin qka jemi ne. Po e përmendi veç të një hadith, dhe me dhonë fund, hadithi që na të regon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për neve që donë më navo edhe një kurajë më të madhe, edhe një shpërblim më të madhe, nëse na i falmi 5 vaktet. E pëtëm pejgamberi sallallahu, po qka nëse i falmi 5 vaktet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thamë një hadith që Bukhari dhe Muslimi. Tha nëse i falni ju 5 vaktet, shpërblimi për juve është kë. A keni paramendu, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, nëse na i njoni për juve, ndo njëri për juve, e ka një lëm pranderës së shtëpisë ti. E ka një lëm pranderës së shtëpisë ti. Dhe tha, hën është i loqosur. E ka kop loqi ose i punëtoris në punë e sene, por hën tha 5 herë në ditë me atë loqin e ti që ju kanë gjitur, 5 herë në ditë hën atë lëm lahët. Tha pejgamberi, a ja merr mendja që do t'i mbetet ati pastaj diçka prej ndëtsirës loqit të ti në trupin e ti? I thanë shokët, ja, vërtet, nëse 5 herë në ditë henat lëm lahat me tesha pa tesha që shdush, se nuk i mbetet ndësirë në trupin e ti. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e po kështu është shembulli i namazit. Nëse tha ti fal 5 vaktet, s'mbetet mëkatet në trupin tënd, të fshihen mëkatet për i trupit tënd. Kjo është vlera e namazit, në veçanti në këtë djeqin që na pret pas një 2-3 dite fillan djeqi Dhul-Hijje. E lusmi Allah në zëllë të marrë për tyre që këtë djeqin e shfryzojna me veprat mira. Këtë djeqin e shfryzojna me pendim tek Allahu Azza wa Jall, e pasaj ku dolmi prej djeqit dolmi me katët fatëra. Lusmi Allah të na fat në mëshiron, lusmi Allahun Azza wa Jall të metët të në mbëlon. Allahun Azza wa Jall e lutmi që në xhenet me pejgamberet të në takon. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.